bën me shtin dhe, bën mjaftësi të qeve, e mjaftësi të qeve është më mirë. Më mirë është sepse me ushqy hajvanatin është sevap, ka është problem. Gjithsesi, pjesët, gjymtyrët të cilat nuk I përdor njeriu prej kurbanit, sikurse zorët e mbeturina, gjërat që sa të mbesin, krejt ato është mirë me qunë në një vend, nëse ka të shtëpia qenë, mja dhon qenit, ose me qunë në një vend dikon ku I hajnë qenë. Natyrisht nëse me kush që më stan dy të ambientin, për ndryshe ishte në dhej. Pra, bën me shtin dhe, bën mjaftësi të qeve, e mjaftësi të qeve është më mirë. Më mirë është sepse me ushqy hajvanatin është sevap, ka është problem. Ka qenë një lloj, s'po them bindje, po një lloj gjysmë bindje ta quaj ashtu, një lloj e njerëzve që do të më shti paçara në dhej. Gabim është apo. Nuk është paçara. Ç'është e vërtetë. Më mirë është mjaftësi të qenit për bën edhe me shtin dhej. Pa problem. Cën do të bësh në rregull, por qenet është më mirë nga se sadak me hangër hajvanati, atë që e ka rrezik, atë që ka të lejuar, dhe ne kemi halal. E që, si për shembull të buka, mbeturinat e ushqimit. Ti mundesh me hudh në vendet ku hundhen mbeturinat, por nëse ki qenin, macën, është më sevap me hungër maca qeni, edhe të hujt kufshin, ose zështë e malit, ose ku ta diune, sa me hudh mbeturina, ose sadak.